vërtet çdo njëri prej nesh që jeton në familje, patjetër që do të ballafaqohet edhe me probleme familjare dhe bashkëshortore, gjithashtu. Problemeve familjare dhe bashkëshortore sot u kushtohet një rëndësi e veçantë, ka metoda, studime të shumta që i udhëzojnë të interesuarit se si ti menaxhojnë dhe si ti trajtojnë probleme të tilla. Duke qenë se njerëzit janë me natyra të ndryshme, disa prej tyre mund edhe t'i zmadhojnë problemet sa do të vogla të jenë ato, ndërkohë që njerëz të tjerë kanë aftësi dhe gatishmëri t'i zvoglojnë këto probleme sa do të mëdha të jenë ato. Diçka të tillë ne do të përpiqemi që ta sjellim tek ju pikërisht në këtë rubrikë. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm, se problemet familjare dhe bashkëshortore nuk lindin pa pritur e pa kujtuar. Të gjithë ne e dim proverbin që thotë ç'të mbjellësh, do të korrësh. Prandaj, secili prej nesh kontribon në një mënyrë apo në një tjetër në problemet e shumta me të cilat ndeshemi. Diçka e tillë na kujton dhe atë fjalë që e gjejmë edhe në Kuranin familjar, thuaj kjo ju erdhi prej vetes tuaj. Kështu, problemet dhe fatkeqësitë janë sprova prej Zotit, me anë të cilave ai na vë në provë besimin ton. Gjithashtu, edhe në thënie të profetit Muhammed paqja qoftë mbi të, ka shumë udhëzime, orientime mbi reagimin e duhur ndaj një fatkeqësie. Janë pikërisht këto reagime ato të cilat e dallojnë një besimtar nga një jo besimtar. Ka thënë profeti paqja qoftë mbi të, është për të çuditur me besimtarin. Gjithçka është në dobinë e tij. Dhe kjo nuk është veç se për një besimtar. Nëse Zoti e sprovon me begati, ai e falenderon atë dhe kjo është në dobinë e tij. Nëse Zoti e sprovon me një fatkeqësi, ai duron dhe kjo është sërish në dobinë e tij. Pra, shikojmë që nëse ne e shikojmë sprovën si diçka të mirë që prej saj mund të përfitojmë, vërtet kjo është diçka e cila mund të na sjellë shumë dobi në realitet. Dhe me këto fjalë na ofrohet një teknikë e cila na ndihmon si të reagojmë në rast fatkeqësish dhe problemesh. Pra, të tregohesh i durueshëm, t'i bësh ballë asaj sprove që të ka ardhur përballë. Një tjetër pikë është se këto probleme i kemi në dorë pra në njerëzit. Ky është një realitet që duhet pranuar. Dhe e treta është diçka e rëndësishme e cilën duhet ta kuptojmë drejt. Shumë njerëz mendojnë se vetëm ata kanë probleme të tilla familjare dhe bashkëshortore. Mendojnë se njerëzit e lumtur dhe të famshëm nuk hasen me probleme të këtij lloji. Sa herë që yjet e artit dhe njerëzit me famë pyeten nëse kanë probleme në familje dhe përgjigjja është pozitive, njerëzit shprehin habi. Si është e mundur që ata të kenë probleme? Shumë prej nesh mendojnë se një njeri i lumtur nuk kalon asnjë problem shoqëror dhe familjar në jetën e tij. Padyshim që një koncept i tillë është i gabuar. Ne mund të shikojmë edhe familjet e profetëve të Zotit, që nga Ademi alayhis salam deri tek profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe do të gjejmë se të gjithë ata kanë pasur probleme familjare. Ademi, paqja qoftë mbi të, u sprovua me një problem shumë të madh familjar. Pra, njëri nga djemtë e tij vrau djalin tjetër, vrau vëllain e tij. Pra, imagjinojmë dot një krim të tillë me përmasa të tilla ku vëllai vret vëllain të ndodh në familjen e një profeti. Gjithashtu, probleme familjare ka pasur edhe profeti Nuh, paqja qoftë mbi të. Gruaja e tij nuk ishte e të njëjtit besim, pra nuk ishte muslimane, nuk i përkiste fesë së Nuhut, madje akoma më keq ajo tallej me të. Dhe po ashtu, njëri nga fëmijët e tij nuk ishte besimtar. Fëmijët e tjerë kishin ndjekur fenë e Nuhut dhe hipën bashkë me të në anije, dhe njëri prej tyre refuzoi dhe ai u mbyt. Kemi profetin Ibrahim, i cili u përball me probleme bashkëshortore, pasi u martua me një grua të dytë. Kjo martesë shkaktoi xhelozi dhe probleme mes dy bashkëshorteve të tij. Dhe ai e braktisë shoqen e tij Haxherën bashkë me Ismailin foshnjë në luginën e Mekës. Edhe kjo është një problem familjar. Gruaja e tij do të qëndronte vetme në një luginë ku nuk kishte as njerëz, as kafsh, as bim, as ujë dhe ushqim. Dhe Ibrahimi alayhis salam udhtonte shpesh duke lënë familjen vetëm. Kemi pastaj profetin Lut, që u përball me probleme familjare me të shoqen e tij. Kemi në historinë e Jakubit alayhis salam smirën dhe urrëtitjen që lindi mes fëmijëve
në lidhje me Jusufin alayhis salam. Pra, i shikojmë të gjitha këto dhe kur flasim mbi problemet familjare, nuk kemi përse të mendojmë se jemi njerëz të përvuajtur dhe se njerëzit e lumtur nuk kanë probleme të tilla. Ne nuk kemi përse të mendojmë se me që kemi probleme familjare në shtëpi, kjo do të thotë se jemi njerëzit më të vuajtur dhe të dëshpëruar. Këtë nuk mund ta themi si konstatim. Vetë profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka patur probleme nga më të ndryshmet në familjen e tij. Kushdo që lexon biografinë e tij do të gjejë kushedisa probleme mes tij dhe Aishës, apo Hafsas, apo Seudas e të tjera. Me gjithë këto probleme, të gjithë profetët jetuan të lumtur. Dhe lumturia konsiston në të kuptuarit e drejtë të problemit dhe trajtimit të duhur të tij. Problemi nuk qëndron që ne kemi mosmarrveshje, por qëndron në faktin që nuk dim të reagojmë dhe ta trajtojmë këtë mosmarrveshje siç duhet. Pra, ne mund t'i zmadhojmë më shumë se ç'duhet problemet, pra mund t'i egzagjerojmë, ose kundërta, mund t'i zvoglojmë ato, duke bërë që në këtë mënyrë ne të mos i trajtojmë, por ato të zmadhohen vetvetiu më tej me kalimin e kohës. Për sa i përket origjinës së problemeve, ne duhet të ndërgjegjësohemi që betejën nuk e kemi vetëm me njëri tjetrin, por edhe me shejtanin, objektivi të cilit është ndarja dhe shkurorzimi mes bashkëshortëve. Ne jemi dëshmitar që në shumë raste divorci ka ndodhur për shkak të një problemi shumë të vogël, por që është kultivuar dhe është hedhur benzinë. Problemet e vogla të cilave u fryhet dhe u hidhet benzinë ngjajnë topi të borës, të cilin sa më shumë ta rrotullosh rritet dhe zmadhohet. Në raste të tilla mund të kemi plot pra që i dëgjojmë dhe i shohim çdo ditë. Për shembull, tregohet një ngjarje kur gjatë rrugës së kthimit nga puna, burri i telefonon të shoqes në shtëpi dhe i thotë: "Nëna më kërkoi që t'i blej diçka të gatshme për darkë, për të dhe për motrat. Unë tani jam nisur drejt restorantit dhe thash të pyes nëse kërkon dhe ti diçka për të ngrënë." "Po," i tha gruaja, "unë dua kos me lisna." Burri shkoi në restorant, bleu porosinë e nënës dhe të motrave dhe u dërgoi në shtëpi. Më pas, u nis drejt shtëpisë së tij ku e priste e shoqja. Me të hyrë brenda u përshëndetën dhe e shoqja e pyeti: "Ku e ke kosin me lisna?" "Pas kam harruar ta blej," thoti shoqi. "Nuk ka problemi," thot ajo, "por më vjen keq për nënën dhe motrat e tua, si do të qëndrojnë pa darkë sonte." Dhe burri ja kthe: "Në fakt, unë e bleva porosinë e nënës dhe të motrave, ajo që harrova të blej është pikërisht porosia jote." Kur e shoqja dëgjoi që burri kishte bler gjithçka që i kishte kërkuar nëna dhe motra dhe kishte neglizhuar porosinë e saj, aty lindi problemi. Si është e mundur që ta kishte harruar? Mos vallë nëna e tij dhe motrat ishin më të rëndësishme se ajo? A nuk tregonte kjo se i shoqi nuk interesoi shumë për gruan e tij? A nuk tregonte se sa pak e vlerësonte atë? E me radhë. Zërat mes tyre filluan të ngrihen derisa të dy palët kërkuan divorcin. Dhe e gjitha kjo për shkak të një kutije kos me lisna. Dhe vërtet, ndodhi të tilla nuk janë edhe aq të rralla për fat të keq. Por duhet thënë që padyshim që ky divorc ka prapaskena të tjera. Dhe ndodhia e kutisë së kosit vetëm sa i zbuloi problemet e mëparshme. Thot Xhasim Motawa, gjatë një ligjërate i pyeta burrat: "Nëse gratë tuaja do ju mbyllin derën nga brenda dhe refuzojnë ta hapin, si do të reagonit?" Njëri prej tyre tha: "Unë do e thyeja derën." Një tjetër tha: "Do e divorcoja menjëherë." Dikush tjetër: "Shkoj në hotel apo diku tjetër dhe kthehem në shtëpi të nesërmen." Një tjetër tha: "Do të flija tek dera." Profeti paqja qoftë mbi të qëndroi pas dere në rast të ngjashëm, derisa më në fund gruaja e tij Meimune pranoi ta hap derën. Dhe kur hyri brenda, profeti alayhis salam e pyeti: "O Meimune, pse e mbylle derën?" Dhe ajo i tha: "Pse shkonte gratë tua në mes të natës, o i dërguari i Allahut?" Dhe ai ia ktheu: "O Meimune, unë nuk isha te gratë e mia, te gratë e tjera pra, unë dola për nevojat e mia." Dhe më pas ai u shtri dhe fjeti duke mbyllur çështjen me kaq. Kush është ai që i prodhon problemet? Kush është ai që i zmadhon problemet? Kush është ai që i ndërlikon gjërat? Përgjigjja e vetme është ne. Pra ne jemi ata të cilët i zmadhojmë problemet, i prodhojmë ato dhe i ndërlikojmë gjërat.
Lidhur me këto probleme, që kryesisht janë problemet bashkëshortore, përmendëm atë rastin e kutisë së kosit, pra ku çifti u divorcua dhe nga ana tjetër, ai rasti i profetit Muhammed paqja qoftë mbi të, ku situata u qetësua fal reagimit me urtësi të tij. Sidomos në raste të tilla, prej burrit dhe gruas pritet një zemërgjerësi, fleksibilitet më i madh. Ne nuk kemi përse të nevrikosemi dhe të inatosemi me të përballur me një problem, ashtu siç nuk kërkohet prej nesh që ti anashkalojmë dhe ti injorojmë, por të mësojmë si ti trajtojmë dhe si të reagojmë pozitivisht.